Maqedonia e Veriut ka sasi të mjaftueshme të rezervave të naftës, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski, duke shtuar se ka ditë kur pompat e benzinës sigurojnë mbi 2 milion litra derivate në ditë. Ai shtoi se deri tani nuk ka asnjë paralajmërim për pengesa në furnizim, pavarësisht krizës që u shkaktua nga lufta në lindjen e mesme. Ние имаме доволни количини на дизел горива и на останати нафта и нафтени производи. Kemi mjaftueshëm sasi të karburantit dizel dhe të produkteve tjera të naftës, edhe në gypin përquës që e lëshuam në fillim të vitit, që e litë rafinerin Okta me portin e Selanikut, por edhe në rezerva shtetërore, nuk kemi deri më tani paralajmërime për çfarëdo pengese në pjesën e furnizimit. Maqedonia e Veriut është nga vendet e rajonit me çmimin më të lirë të naftës, ndërsa për këtë Mickoski tha se nuk do të vendoset kufizim për veturat me targa të huaja, pasi sipas tij, në këtë mënyrë Maqedonia e Veriut ndihmon edhe shtetet fqinj. Не планираме да воведеме ограничувања. На тој начин ги помагаме и нашите соседи. Nuk planifikojmë të vendosim kufizime, në këtë mënyrë ndihmojmë edhe fqinjet tanë, sepse disa aeroporte nga rajoni marrin kerozin nga ne, kështu që edhe kur nuk planifikojmë të vendosim kufizim për sasi, shumë qytetarë nga vendet fqinje furnizohen me benzinë dhe dizel nga pompat tona, disa pompa për 3-4 herë kanë rritur shpenzimin. Për ndryshe ditëve të fundit, një fluks i madh makinash nga shtetet fqinj, Kosova dhe Shqipëria kanë vërshuar në pikat kufitare më të afërta me Maqedoninë e Veriut për t'u furnizuar me karburant, pasi që në krahasim me shtetet tjera të rajonit, Maqedonia i ka çmimet më të lira.